Ndrojmë pak të kjo. Në fakt, ka patur një opinion dominant në publik që çështjet që kanë bëjnë me drejtësinë, me prokurorët, me gjykatësit, nuk zgjidhen, duhet kesh mik, duhet paguash dhe ekzistonte, zoti Karanja, një opinion i përgjithshëm në publik që sistemi është i korruptuar. Po flas në këtë periudhën para 2016. Dhe kjo dominancë në opinion e ushqeu reformën në drejtësi edhe për shkak të kësaj arsye. Domethënë, është një motiv thelbësor për sa kohë në opinion perceptohej si një strukturë e korruptuar e shtetit. Sot, po të bësh të pyetjen për një rezultat do jetë, po të bësh sondazhet. Edhe mund të rritur perceptimi për korrupsionin. Është shtuajt zero mrapa për shifrat. Mund të shtuajt zero mrapa. Jo, dakord, do vim tek çfarë ndodh sot, por problemi është këtu. Ju vet duke qenë brenda sistemit, e ndjenit peshën e këtij opinioni? Për shembull, mua më ka ndodhur vet ta ndjej këtë kur kam qenë deputet. Domethënë, erdhi një moment në perceptimin publik të thoje jam prokuror, jam gjykatës, jam deputet, edhe mjek një farë periudhe, duke sikur perceptoheshe si një bandit, si një kriminal, si njëri që ke probleme me ligjin. Ju e keni ndjerë këtë peshë, sepse edhe në kohën që keni qenë ju, ka patur kolegë tuajt që kishin ardhur kontraband brenda sistemit. Është vërtet që ka pasur. Dhe që ishin të identifikuar për shkak të paaftësisë së tyre edhe për raporte korruptive. Ose klienteliste me pushtetin. Pyll pa dera nuk ka. Pra, pyll pa dera nuk ka. Edhe sot po të shkosh pyll gjen dera. Problemi është i tillë, fryrja për korrupsionin në atë kohë, pra ka nisë nga politika, ka qenë që mas vitit 2013 janë sponsorizuar media caktuara për të hedhur balë mbi pushtetin gjyqësor. Probleme ka, të korruptuar ka. Pra nuk mund ta, edhe sot që ne flasim, madje ata që është diskutuar atëherë të korruptuar ke prapë sot në sistem një pjesë e tyre, nuk po përmendim emra. Problemi është i tillë që reforma në drejtësi për mendimin tim ka qenë një biznes. Pse ka qenë një biznes? Mund tash me për mendimin tim si duhet të ishte ndërhyrë. A ishte prokuroria e krimeve të rënda? Shumë bukur, ndryshoheshe në 75A si që ndryshu dhe se sot spaku është paka shumë njëtit prokuror të krimeve të rënda që ka funksionuar. Ndërhyeshe aty dhe kush prokuror dhe gjyqtar kishte probleme mund të azishe në përmjet spakut. Nuk kishte nevoj të hyshe gjithë pyllit në sharë. Se këty është marë sharë ndorë dhe është pyllit marë. Ti e kishe prokurorin e krimet të rënda, bëje modifikimin, ku ke informacion për prokuror të korruptuar, madje mendimi im personal është tjetër. Ti e degeneron sistemin në kuadër të popullit. Në çdo vend, edhe në kohë më përpara, kur kape një zyrtar i lartë me atë korruptiv, i thotë, do t'ja apësh dorëheqje, ke këtë material, hap krahun. Pra ka forma shtetit të funksionojë. Pra jo ti bësh këto që bëhet pra denigrimi. Dhe pse ka qenë biznes, dalim tek biznesi.